Kryeministri Mickoski akuzon LSDM-n për blokimin e votës së diasporës. LSDM pretendon se kryeministri po krijon hapësirë për manipulime zgjedhore. Pas rikonstruimit të qeverisë jeton Shasivari, Sedat Sulejmani dhe Agon Ferati bëhen pjesë e ekzekutivit. Pas shumë premtimeve e shtyerjeve, hiqet kioska Ali Tobacco në afërsi të vendkalimit ilegal në Bit Pazar. Eskalon situata para kuvendit të Shqipërisë, policia përdor gas lotësjedhës për shpërndarjen e protestuesve. Përshëndetje shikues të nderuar, jemi me lajmet në televizionin Shenja. Kryeministri Kristian Mickoski vazhdon të akuzojë LSDM-n dhe Levicën se po përpiqen të pengojnë votimin e diasporës. Ndërkohë, nga LSDM janë përgjigjur akuzave të kryeministrit duke thënë se Mickoski po synon të fusë në mënyrë të fshehtë votimin elektronik të diasporës pa mekanizma të përshtatshëm kontrolli, verifikimi dhe garanci për fshehtësinë e votës. Sipas tyre, kjo krijon hapësirë për manipulime zgjedhore. Kryeministri Kristian Mickoski akuzon partitë Levica dhe LSDM se përmes amandamenteve të dorëzuara për propozim ndryshimet në kodin zgjedhor, po përpiqen të pengojnë votimin e diasporës nga frika se nuk e gëzojnë besimin e tyre. Mickoski pretendon se debati për ndryshimet në kodin zgjedhor në grupin punues në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë ka qenë konstruktiv, megjithatë në momentin e fundit, Partia Levica refuzoi ta nënshkruante propozimin për paraqitjen e kodit zgjedhor para deputetëve. Ai po ashtu tha se kishin pranuar të gjitha propozimet e opozitës, por linja e kuqe e tyre ka qenë votimi i diasporës. No ono koje što za nas je važno дека Ne tani shpenzojmë miliona euro duke dërguar njerëz nga Ministria e Punëve të Jashtme dhe nga institucionet të tjera për të qenë vëzhgues dhe për të zhvilluar procesin e votimit të diasporës, i cili nuk është i suksesshëm, sepse normalisht në Australi duhet të udhtoni nga 10 orë vajtje ardhje vetëm për të ushtruar të drejtën tuaj të votës. E njëjta gjë vlen edhe për Kanadan, SBA-n, madje edhe për Evropën. Shpresoj që më në fund LSDM-ja dhe partia politike Levica do të marrin guximin, të lënë motivet e tyre politike në kanetën e tyre politike. Ndërkohë nga LSDM janë përgjigjur akuzave të kryeministrit duke thënë se Mickoski po synon të fusë në mënyrë të fshehtë votimin elektronik të diasporës pa mekanizma të përshtatshëm kontrolli, verifikimi dhe garanci për fshehtësinë e votës. Sipas tyre, kjo krijon hapësirë për manipulime zgjedhore. Se ona što treba da se kaže. Sot kur mbështetja për pushtetin është në rënje, shtrohet me të drejtë pyetja nëse Mickoski po përpiqet sërish të kompensoj votat e humbura në Maqedoni përmes një sistemi të pakontrolluar të votimit elektronik. Për më tepër nuk ka asnjë arsye që kjo zgjidhje të miratohet me nxitim. Është parapar të fillojë të zbatohet vetëm nga viti 2029. Ka pasur kohë të mjaftueshme që qeveria të tërhiqte propozimin, të hapte një debat të mirëfillt publik dhe të siguronte një konsensus politik për rregulla zgjedhore që do të gëzonin besimin e të gjithëve. Përfaqësuesit e partive politike nuk arritën marrëveshje në takimet koordinuese për kodin zgjedhor pasi shumica parlamentare nuk heq dorë nga propozimi që diasporës t'i mundsohet votimi elektronik, ndërkaq për opozitën maqedonase kjo ishte papranueshme. Kjo e fundit ka dorëzuar 13.000 amandamente për të bllokuar ligjin në komisionin parlamentar. Jeton Shasivari, Sedat Sulejmani dhe Agon Ferati do të udhëheqin Ministrinë e Drejtësisë, Kulturës dhe atë të marrëdhënieve ndërmjet bashkësive. Këto janë 3 emrat e zgjedhur nga Vlen si pjesë e rikonstruimit të qeverisë. Në këtë rikonstruim, Vlen la Ministrinë e Shëndetësisë, atë të politikës sociale dhe atë të zëvendës kryeministrit për qeverisje të mirë. Vleni konfirmoi emrat e ministrave të ri. Jeton Shasivari, Sedat Sulejmani e Agon Ferati do të udhëheqin Ministrinë e Drejtësisë, Kulturës dhe atë për marrëdhënie ndërmjet bashkësive. Vendimin Vlen e ka sjellë mbrëm pas mbajtjes së presidencës së saj. Pas mbledhjes së mbajtur të presidencës së Vlenit, vendosën që të nominojmë emrat për ekzekutivin e ri, duke filluar nga Ministria për marrëdhënie midis bashkësive, të cilën do udhëheq Agon Ferati.
Ministrinë e Drejtësisë dhe udhëheq profesori mirënjohur universitar Jeton Shasivari, Ministrinë e Kulturës dhe Turizmit Sedat Sulemani. Ndërkaq bën me dije se në përbërjen e re qeveritare vazhdojnë të ushtrojnë detyrën Bekim Sali si zëvendës kryeministër i parë dhe ministër për çështje europiane, Besar Durmishi si ministër i ekonomisë dhe punës, si dhe Muhamet Hoxha si ministër i mjedisit jetësor dhe planifikimit hapësiror. Këto emra kishte ditë që përfliteshin nëpër media, megjithatë nuk u zyrtarizuan nga Vlen deri të mërkurën vonë. Madje nuk pranoi t'i thotë as kryeministri, megjithse tha se i ka emrat e ministrave të ri. Të martën Vëmërodop Mone mbajti komitetin ekzekutiv të partisë, pas së cilit e zyrtarizuan rikonstruimin e qeverisë. Në këtë rikonstruim Vlen e la Ministrinë e Shëndetësisë që udhëheq Azir Aliu dhe Ministrinë e Politikës Sociale me në krye Fatmir Limanin, i cili në emrimin e tij në këtë post para 2 vitesh ishte pjesë e Vlenit, ndërsa u shkri edhe posti i zëvendës kryeministrit për qeverisje të Mirar Benfetajit, i cili pak kohë më parë dha dorëheqje. 3 emrat e rinj për ministrat të propozuar nga Vlen kanë karrierë në fusha të ndryshme. Shasivari është doktor i shkencave dhe ekspert i drejtësisë kushtetuese. Sedat Sulejmani, ministër i ri i kulturës, deri tani ka qenë zëvendës ministër në të njëjtin institucion. Agon Ferrati është i njohur për karrierën në fushën e menaxhimit të projekteve dhe fondeve evropiane. Emrat e rinj që do të jenë në krye të ministrive që u riformatuan nga kryeministri përmes biografive të tyre janë figura premtuese, ndërsa koha do të tregojë më shumë për punën dhe angazhimin e tyre. Profesori Jeton Shasivari, që pritet të udhëheqë Ministrinë e Drejtësisë, është doktor i shkencave. Ai është profesor në Fakultetin Juridik të Universitetit të Europës Juglindore dhe është ekspert i të drejtës kushtetuese. Ai gjithashtu njihet për angazhimin e tij në fushën akademike dhe për analizat mbi çështjet juridike dhe kushtetuese. Shasivari së fundmi ka qenë njëri ndër përpiluesit e ligjit për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, ndërsa ky është posti i parë politik që u ushtron. Pas zyrtarizimit të emrit të tij, ai reagoi me një postim në Facebook, duke falendëruar Vlenin për nominimin e tij në drejtësi. Nëse më besohet kjo përgjegjësi, do ta ushtroj me integritet, profesionalizëm dhe me përkushtim të plot në shërbim të qytetarëve dhe të shtetit. Sedat Sulejmani, ministër i ri i kulturës, deri tani ka qenë zëvendës ministër në të njëjtin institucion. Ai është lindur në Tetov, ndërsa studimet i ka kryer në Turqi. Në vitin 2020, ai mori postin e zëvendës ministrit të kulturës dhe e mbajti këtë pozicion deri në vitin 2021. Nga viti 2023 deri në vitin 2024, ai ishte këshilltar për mbështetje administrative profesionale në Inspektoratin Komunal në komunën e Tetovës. Agon Ferrati, ministri i ri i marrëdhënieve ndërmjet bashkësive, post që deri tani e mban Ivan Stojulkoviqi. Agon Ferrati është alumni programit të shkëmbimit të Këshillit Amerikan të liderëve të rinj politik. Ai ka ndjekur trajnime profesionale në institucione si Instituti Robert Schuman, Universiteti Lund, OSBE dhe UNOPS, duke ndërtuar një bazë të fortë për qeverisjen e mirë. Në aspektin politik, ai shërpeu si nënkryetari i parë i lëvizjes për reforma në PDSH, strukturë që më vonë u riemërua në Aleanca për Shqiptarët, që nga viti 2020 Ferrati kishte dhënë dorëheqje nga funksionet politike. Ai orientoi karrierën në fushën e menaxhimit të projekteve dhe fondeve europiane, duke u larguar nga aktiviteti drejt për drejt politik për të fokusuar në zhvillimin lokal. Deputeti i Lidhjes Shqiptare Elmi Aziri ka kritikuar ashpër propozim ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, duke cilësuar si një pamflet që synon që të mashtrojë opinionin se po bëhet diçka për të zgjidhur këtë çështje të ndjeshme. Ai ka deklaruar se ligji nuk përmban asnjë mekanizëm zbatues që i referohet rregullimit të marrëdhënieve ndëretnike dhe nuk përmban as instrumente të kontrollit. Ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, i cili ka ngjallur shumë debat në opinion, ku opozita e kritikon, e pushteti e lavdëron, nuk ka kaluar pa u diskutuar edhe në emisionin Impact në televizionin Shenja, ku i ftuar ka qenë deputeti i Lidhjes Shqiptare Elmi Aziri. Ai ka kritikuar ashpër propozim ligjin e qeverisë, duke vlerësuar se ai nuk i plotëson kriteret themelore të një ligji dhe nuk ofron zgjidhje konkrete për çështjet e përfaqësimit të komuniteteve jo shumicë. Aziri deklaroi se dokumenti i propozuar nga qeveria nuk është e ligj, por një pamflet, duke shtuar se ai paraqet vetëm një shprehje të vullnetit politik për t'i krijuar opinionit përshtypjen se po ndërmerren hapa për rregullimin e përfaqësimit të drejtë. Kemi një ndeshje, kemi një konflikt mes asaj që thuhet publikisht dhe realisht asaj që është shkruar në ligj. Publikisht thuhet që me ligjin për përfaqësim drejt dhe adekuat do të rregullohet çështja që nuk është rregulluar 20 vjet për përfaqësimin e drejtë dhe adekuat, që i referohet sigurisht komuniteteve shumicë.
Po ligji brenda nuk përmban asnjë nen që referohet se çështje, nuk përmban asnjë mekanizëm zbatues që referohet se çështje, nuk përmban as instrumente të kontrollit për këtë çështje dhe nuk përmban as masa ndëshkuese dhe as sanksione që do të aplikoheshin në rast se nuk përfillet, nuk zbatohet ligji si e tillë. Ai më të shtoi se në kërkesën e drejtuar komisionit është e theksuar se ligji nuk duhet të përmbajë kuota etnike, por duhet të mbështetet në parimet e meritokracisë dhe profesionalizmit. Ndërkaq, sa i përket ligjit për ndryshimet e reja në kodin zgjedhor, i cili po ashtu bëri bujë në opinion, ku opozita e kundërshton, deputeti Aziri deklaroi se partia e tij do të insistojë që në ndryshimet e reja të kodit zgjedhor të përfshihet votimi elektronik i diasporës në të gjitha proceset zgjedhore, përfshirë edhe zgjedhjet lokale. Ka një rezistenca i takon në votimit të diasporës në formë elektronike edhe për zgjedhjet lokale. Ekziston parimi, do të thënë ekziston ujdia që të votojnë në zgjedhjet prezidenciale dhe në zgjedhjet parlamentare, megjithatë propozimet dhe insistimi i ynë është që të votojnë, të kenë të drejtë të votojnë në formë elektronike edhe në zgjedhjet lokale, sepse ato kanë investime këtu. Ekziston kjo rezistencë. Nuk ka argumentime, nuk ka shpjegime nga ana e propozuesve të faktikisht, jo propozuesve, po në kuadër të komitetit, komisionit që përbojmë diskutime, po ne si parti politike do të shfrytëzojmë mundësitë tona që jep rregulloria e kuvendit dhe nëse është e nevojshme të bllokojmë edhe këtë ligj nëse nuk përfillet edhe të drejta e mërgatës për të votuar në formë elektronike edhe për zgjedhjet lokale. Me këtë propozim të partisë, Aziri e cilëson këtë si një të drejtë kushtetuese të shqiptarëve që jetojnë jashtë vendit. Megjithatë, propozimet e kësaj partie nuk janë pranuar në grupin e punës në kuadrë të Ministrisë së Drejtësisë. Qytetarët kanë mendime të ndryshme për ligjin e ri që ndalon personat në moshën 18 vjeç që të ngasin trotinetet elektrik. Disa e konsiderojnë masë të domosdoshme për siguri, ndërsa të tjerë janë skeptik se do të jetë e aplikueshme në teren. Ligji i ri për trotinetet elektrik ka sjellë ndryshime të rëndësishme. Nga tani, personat nën moshën 18 vjeçare nuk do të lejohet të ngasin ato. Por si e presin qytetarët këtë vendim? Qytetarët kanë mendime të ndryshme për këtë masë. Disa e konsiderojnë të domosdoshme për mbrojtjen e të rinjve dhe pjesëmarrësve të tjerë në trafik, ndërsa të tjerë mendojnë se nevojiten edhe masa të tjera, ndërsa një pjesë e tyre mendojnë se nuk do të ketë dobi prej këtij ligji dhe se kanë dilemat se të rinjt nuk do ta respektojnë atë. Besoj që po. Se nuk janë atë moshi, duhen medalën për me vozitën. Edhe gjithë ato deshe që ka bon, ato fatkesit, bon prej ato që janë në moshën në 18 vjeç. Po, dakord jemi në 18 vjeç, gjithë ato aksidente që bon në këtë komunë janë krejt 12 vjeç, 13, 14, deri në atë moshë. Do më thënë, mbi 18 vjeç është një pjekuri, edhe besoj që ato vozitin pak ma me kujdes. A këto që janë nër 18 vjeç që i shohim edhe dalin edhe na për rrugën kryesore. Po në qoftë se ka gjob, atëre pa tjetër që do ta zbatojnë. Gjob për prindërit, edhe atëre natë besoj që do të ketë parandalim. Për pikësmari do të mos pari më rregullu rrugët për trotinet, pa marrë parasysh normal që për fëmijën, kuptohet që nuk është në rregull, ama mos pari rrugë duhet me pas që mu vëzi trotinet ose motorë ose diçka, pa marrë parasysh se çka. Megjithatë nuk janë plotësuar me kushtet e rrugëve, tani mirë me vetë gjona që janë. Siç e shihni vetë, po. Zbesoj. Këtu kur në herë. Pa tjetër është shumë normale, shpresoj mu bo që ajo, ama me këtë popull është mirë të ndalojnë në 18. A mendoni që kjo si din ligjin, si din drejtat komunikacionit. Marrët ligji si funksionon. Po normal ato, s'ka ndonjë shpejtësi të madhe, ama do të ligji të funksionojë, do të ndalojë rrëfsisht. Se ka shumë ndeshje, shumë komunikacion. Jo me çfarë. Tu të na, ndoshta, nuk e di. Ndoshta.
Ndoshta. Qoftë se mirën në një mas tjetër në shtë ndoshta. To që mirën me institucionet me këtë problem që mirën, ndoshta. Asë si, po duhet më zbatu, shumë po bënë probleme në komunikacion. Po mendoj që duhet me të rjek këtë ato. Që për shembull Kosova, a Shqipëria i ka hjek, pse dhe këto më zbjek? Po sigurisht nëse e vendosin parlament, pse jo? Ndërkohë, zbatimi i ligjit të ri për trotinetët elektrik pritet të sjellë ndryshime të dukshme në komunikacion, sidomos në rritjen e sigurisë për pjesëmarrësit në trafik. Megjithatë, efektet e tij reale pritet të shihen në periudhën në vijim, kur të fillojë edhe zbatimi më i rrept në terren nga institucionet kompetente. Ministria e Brendshme ka shpallur thirrje publike për regjistrimin e nxënësve në shkollën e mesme të policisë, e cila vazhdon të funksionojë pas një ndërprerje 25 vjeçare. Një thirrje publike për pranimin e 200 nxënësve me kohë të plotë që janë të interesuar të regjistrohen në shkollën e mesme të policisë 7 maj në Akademinë e Policisë në Ministrinë e Brendshme, deklarojnë nga MPB. Arsimi do të zgjas 2 vite akademike dhe do të përfshi vitin e 3 dhe të 4 të arsimit të mesëm. Kandidatët që kanë përfunduar vitin e parë dhe të dytin në shkollë të mesme do të mund të aplikojnë për një konkurs publik dhe nëse plotësojnë kushtet e përcaktuara të vazhdojnë arsimin e tyre në shkollën e mesme të policisë. Në varësi të nevojave të Ministrisë së Punëve të Brendshme do të mundësohet vazhdimi i trajnimit bazë për punonjësit policie i cili zgjat 1 vit paralelisht. Pas shumë paralajmërimeve, më në fund është rënuar kioska e famshme Ali Tobacco në hyrjen e qarshis së Shkupit. Sipas informacioneve, ajo nuk është mbyllur, por është zhvendosur në një lokacion tjetër në afërsi duke vazhduar aktivitetin e saj. Kryetari i qytetit të Shkupit, Orce Gjorgjevski, deklaroi se ky rast dëshmon se nuk ka zgjidhje të pamundura për shtetin. Ndodhemi në Bitpazar ku pas disa paralajmërimeve të shumta është larguar konstruksioni i kioskës Ali Tobacco, e cila zinte një pjesë të trotuarit pranë urës. Hapësira tashmë është liruar duke mundësuar një lëvizje më të lehtë për qytetarët. Largimi i kioskës vjen në kohë kur autoritetet e qytetit të Shkupit kanë paralajmëruar masa për lirimin e hapësirave publike dhe rritjen e sigurisë në këtë zonë. Sipas informacioneve, ajo nuk është mbyllur, por është vendosur në një lokacion tjetër në afërsi, duke vazhduar aktivitetin e saj. Për ngjarjen ka reaguar edhe kryetari i qytetit të Shkupit, Orce Gjorgjevski, duke publikuar edhe pamje nga aksioni. Me një fjalë të mirë dhe me qasje të përgjegjshme, nuk ka zgjidhje të pamundura, ka shkruar ai. Ndërkohë, ende nuk është marrë një vendim përfundimtar për vendkalimin ilegal të këmbësorëve pranë Bitpazarit, i cili prej vitesh përdoret nga qytetarët, pavarësisht se nuk është i shënuar zyrtarisht. Autoritetet kanë paralajmëruar se çështja do të diskutohet më tej, me opsione që përfshin mbylljen e vendkalimit ilegal dhe gjetjen e një zgjidhjeje të re për qarkullimin e këmbësorëve, duke pasur parasysh debatet rreth urës ekzistuese për këmbësorët, e cila prej kohësh nuk është funksionale. Qytetarët kanë folur për dëmet e shkaktuara gjatë përmbytjeve të djeshme në Shkup. Ata u bëjnë thirrje institucioneve përgjegjëse që të rregullojnë infrastrukturën për të shmangur përmbytjet e shtëpive dhe bodrumeve. Pas vërshimeve që goditën Shkupin në mbrëmjen e kaluar, në shumë lagje kanë mbetur pasoja nga rreshtet e dendura të shiut, ndërsa disa qytetarë thonë se kanë pësuar dëme materiale. Në disa zona, uji depërtoi në bodrume dhe rrugët u mbuluan nga vërshimet, duke vështirësuar lëvizjen e banorëve. Gjatë vizitës sonë në terren, takuam qytetarë që konfirmuan se kishin pësuar dëme nga vërshimet, por nuk pranuan të flisnin para kamerës. Ata thanë se ende po përpiqen të pastrojnë hapësirat e prekura, ndërsa gjurmët e përmbytjeve vazhdojnë të jenë të dukshme në disa pjesë të lagjeve. Po mos vet. Çish e kemi përjetu? Po këtë të nënë poplava konë, ju kanë hinë në për gjenve uje, në banesa, në podruma, i ka mosh podrumat. Jo, s'ka pështu. Po s'kemi kanalat dvogël janë. 60 centina, 10.000 shpija, një kanal që kashë, gypi, një tro. Po qysh jo mëj, me shtë një kanal matë malë me asijen, me në reqen qyshja. Një qytetar, edhe pse nuk ishte banor i lagjeve të Shkupit, a i tha se gjendja ka qenë tragjike dhe se duhet të intervenohet para se të bëhet vonë për gjithë shka. Edhe pse nuk jam i qytetit,
në lagjen, mendojnë fshata që nuk ka pas kësi vërshime, po qyteti ka pas. Është tragjedi pa. Damët me investime më të mira ndalohen vetëm se në qoftë se intervenohet kur nuk ka shi. Kur ka shi vetëm se është vonë për tam. Me këtu ke Vardar. Vardar ishte, duket se në Vardar ka pas ma pak ujë se këtu. Jo, shpia jeme s'ka studon, po kam shtu që këtu të poshtë ata. Po kur do shteti kejta i ba, po punuat kur gjosha. Pavarësisht se situata është qetësuar, pasojat e vërshimeve mbeten ende të dukshme në disa pjesë të Shkupit. Është ndarë nga jeta në moshën 79 vjeçare veterani gazetarisë shqiptare në Maqedoninë e Veriut Niazi Muhamedi, një nga emrat më të njohur të medias shqiptare. Ai ishte një nga gazetarët, publicistët dhe analistët më të shquar shqiptar në Maqedoninë e Veriut. Niazi Muhamedi la gjurmë të pashlyeshme në medias shqiptare duke ju kushtuar një jetë të tërë fjalës së lirë publicistikës dhe çështjeve kombëtare e shoqërore. Është ndarë nga jeta në moshën 79 vjeçare veterani gazetarisë shqiptare në Maqedoninë e Veriut Niazi Muhamedi, një nga figurat më të shquara të medias shqiptare, i cili me punën, profesionalizmin dhe përkushtimin e tij la gjurmë të pashlyeshme në gazetari dhe publicistik. Për dekada me radhë, Niazi Muhamedi ishte angazhuar në media të ndryshme në gjuhën shqipe, duke dhënë një kontribut të çmuar në informimin profesional të publikut. Për një periudhë të gjatë ai ishte pjesë e radio-televizionit të Maqedonisë, ku ushtroi me përgjegjësi detyrat e gazetarit, redaktorit dhe zëvendës drejtorit, duke kontribuar në zhvillimin e gazetarisë profesionale në gjuhën shqipe dhe në afirmimin e standardeve të larta të këtij profesioni. Pas botimit të enciklopedisë të Akademisë Maqedonase të Shkencave dhe Arteve, e cila përmbante shumë qëndrime dhe përmbajtje të diskutueshme lidhur me shqiptarët, Niazi Muhamedi u përgjigj kësaj akademie me botimin e veçantë Maqedonia Shqiptare, një vepër që përmbledh një numër të madh tekstesh dhe që për nga përmasa e serioziteti konsiderohet një punë kolosale e denjë për të realizuar nga institucione të tëra. Niazi Muhamedi i qëndroi besnik deri në fund profesionit dhe angazhimit të tij intelektual. Ai ishte një njeri i palodhur, i parehatshëm përballë padrejësive dhe i papajtueshëm me realitetin kur ai binte ndesh me të vërtetën, duke synuar vazhdimisht vlera më të larta si në gazetari, ashtu edhe në jetën shoqërore e në krijimtarinë publicistike. Niazi Muhamedi ishte edhe publicist dhe autor i disa veprave, në të cilat trajtoi tema politike, historike dhe shoqërore që lidhen me shqiptarët në Maqedoninë e Veriut. Protesta e radhës para kuvendit të Shqipërisë u shoqërua me shumë incidente dhe tensione, përplasje mes qytetarëve dhe forcave të policisë. Efektivët përdorën sprej, ujë dhe presione gaz lotësjellës për të shpërndarë protestuesit, ndërsa arritën të hapnin dalje për automjetet e zyrtarëve të mazhorancës. Tensione dhe incidente u regjistruan këtë ente para godinës së kuvendit të Shqipërisë, pak para nisjes së seancës plenare, ku një grup qytetarësh u mlodhën sërish në protestë. Protestuesit hodhën vezë dhe miell në drejtim të automjeteve të deputetëve, ndërsa policia përdori sprej piperi ndaj qytetarëve që po tentonin ta çanin gardhin metalik. Më pas përdorimit të sprejit dhe ujit me piper, efektivët hodhën edhe gaz lotësjellës për të shpërndarë turmën. Pas ndërhyrjes me ujë me presion dhe përshkallëzim të situatës, forcat e policisë arritën të zbrasin protestuesit dhe të çanin kordonin që kishte bllokuar daljen kryesore të parlamentit. Ky moment u shfryzua më njëherë nga përfaqësues të mazhorancës dhe ministrat, të cilët kishin mbetur të bllokuar brenda rrethimit të kuvendit. Sapo policia hapi rrugën, automjetet zyrtare të eksponentëve socialist u pandu ku larguar me shpejtësi nga ambientet e parlamentit. Megjithse, policia arriti të siguronte daljen zyrtarëve të lartë, situata në shesh mbeti e tensionuar me përplasje të herpashershme mes protestuesve dhe forcave të rendit, të cilat kishin një prani të shtuar në zonë. Gjatë përplasjeve mbetën të plagosur 3 efektiv policie, ndërsa u lëndua edhe një protestues, ndërkohë policia shoqëroi 8 persona, të cilat sipas saj sulmuan me vezë automjetet e deputetëve para parlamentit. Ky tubim vjen pas protestës së mbajtur të martën dhe është pjesë e protestave që zhvillohet prej 32 ditësh në bulevardin Dëshmorët e Kombit, kundër planit për investime në Zvërnec dhe me kërkesën për dorëheqjen e kryeministit Edi Rama. Izraeli kontrollon më shumë se 80% të ripit të Gazës pas 1.000 ditëve gjenocid, me mbi 223.000 tonë eksploziv të hedhur në enklav, thuhet sot
në një përditësim statistikor të lëshuar nga qeveria e Gazës. Më shumë se 73.000 palestinez janë vrarë, përfshirë mbi 21.500 fëmijë dhe 12.500 gra, ndërsa 9.500 të tjerë mbeten të zhdukur, tha zyra e qeverisë për media në një deklaratë. Gjithsej, 173.514 palestinez janë plagosur, përfshirë 433 gazetarë, ndërsa 5.400 persona kanë pësuar amputime, 18% prej tyre fëmijë. Izraeli shkatroi plotësisht 1047 xhami dhe ka dëmtuar pjesërisht 210 të tjera, ka shenjestruar 3 kisha dhe ka vrarë 312 imam xhamish, predikues, mësues të Kuranit dhe figurat të tjera fetare. Izraeli shkatroi 38 spitale, 96 qendra të kujdesit shëndetësor dhe shenjestroi 197 ambulanca, 84 automjete emergjente dhe 16 qendra të mbrojtjes civile. Qeveria vlerësoi humbjet e drejtpërdrejta paraprake nga lufta në rreth $80 miliard, përfshirë $34 miliard në sektorin e strehimit. Sipas deklaratës, Izraeli shkatroi plotësisht 335.000 ndërtesa dhe njësi banimi dhe dëmtoi 737.000 të tjera. Kjo ishte e gjitha për këtë edicion informativ, ju falenderoj për vëmendjen, bashkë miru pafshi.